Konsumoni arra çdo ditë dhe thoni lam të mirë sëmundjeve të zemrës. Njerëzit të cilët hanë rregullisht një sasi të vogël të arrave rrezikohen më pak nga çrregullimi i rrahjeve të zemrës si shkaktar i sulmit në zemër. Një studim i ri thekson se ngrënia e 3 grushte me arra brenda një jave zvogëlon për 18% rrezikun e dridhjeve arteriale. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britaninë e Madhe diagnostifikohen me dridhje arteriale dhe rreth 500.000 të tjerë me këtë gjendje janë të padiagnostikuar. Ulëmtimi është kryer në një institut në Suedi ku si Monster kanë qenë 60.000 të rinj të cilët është parë konsumi i arrave si edhe shëndeti i zemrës së tyre për 17 vjet. Nga aty ka dalë se konsumi i tyre mund të jetë i lidhur edhe me zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës.